Përveç Prishtinës, Pejës e Prizrenit, me 6 mars 2013, përmes një vendimi, qeveria themeloi edhe 3 universitete të reja, ato të Mitrovicës, Gjelanit e Gjakovës. Sipas këtij vendimi, ato duhet të hapen nga 1 tetori i këtij viti. Kështu, nga 7 rajone administrative sa ka Kosova, vetëm Ferizaj ka mbetur pa universitet publik. Këto fakultete që veprojnë në këto qytete aktualisht janë të akredituara në ombrellën e Universitetit të Prishtinës, mirë po ligji për arsimin e lartë në nenin 10.2 përcakton kushtet që duhet t'i plotësojnë një bartës e arsimit për hapjen dhe përdorimin e emrit universitet. Aty thuhet se emërtimi universitet mund t'i jepet vetëm atij bartësit të akredituar të arsimit të lartë që ka ofruar kurse ose programe të akredituara për së paku 5 vjet. Në Ministrinë e Arsimit thonë se për universitetet e reja vlen akreditimi që fakultetet e Mitrovicës, Gjelanit dhe Gjakovës kanë pasur gjersa funksiononin në kuadër të Universitetit të Prishtinës, por problem mbetet kuadri mësimdhënës. Ne kemi biseduar edhe me menaxhmentin e Universitetit Prishtinës dhe me një farë mënyrë ky kuadër që aktualisht e kemi, ky kuadër me siguri që do të lëviz edhe në universitetet tjera. Ne kemi raport studim fizibiliteti që është bërë nga ekspertë të ndryshëm, nga një raport bile kemi nga një ekspert që është nxjerrë studim fizibiliteti nga British Council. Janë bërë ulëmtimet, po them edhe një herë nuk ka staf të tepërt, por nuk është edhe mungesa shumë e madhe. Me konstatimet e tilla nuk pajtohet njohësi çështjeve të arsimit Dugajin Popovci. Nuk është se Kosova ka njerëz të rinj të kualifikuar që shëtisin në rrugëve, e tash ne mund të ofrojmë mundësinë të ligjërojnë në universitete. Ne nuk i kemi fare kuadrot, do kohë që kuadri të zhvillohet. Me rreth 80.000 student në të gjitha institucionet e arsimit të lartë publik e privat, e gati po aq nxënësaja në Kosovë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2011, i gjithë shteti ka vetëm 1336 doktor shkencash. Këto janë të dhëna zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara në raportin e cilësisë, hartuar gjatë regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Prej këtyre ligjëruesve me gradën doktor, 220 janë mbi moshën 65 vjeç. Ratifikimi i 3 universiteteve të fundit është bërë më 30 maj 2013 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ratifikimi, të paktën deklarativisht, është kundërshtuar nga deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Sabri Hamiti, i cili e ka quajtur këtë si akt të jashtëzakonshëm. E jashtëzakonshme si imagjinat e lere më si realitet. Problemi është tutje. Kërkesa popullore a i qëndron kriterit, a i qëndron ligjit. Pavarësisht kritikave, Hamiti figuron në mesin e 78 deputetëve që kanë votuar ratifikimin e universiteteve, ashtu si edhe deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Afrim Kasolli, i cili kritikoi ashpër iniciativën. Jakub Krasniqi dhe Rambata nga Partia Demokratike e Kosovës e Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetvendosje janë deputetet e vetëm që kanë abstenuar gjatë votimit. Gazeta Jeta në Kosovë ka kontaktuar me zyrtarët e 3 komunave të cilat nga shtatori do të jenë qytete universitare. Ata janë shumë të lumtur. E furnizuar edhe Universitetin e Prishtinës me kuadron nga Gjakova dhe në këtë drejtim nuk ka hamendje që Gjakova është e përgatitur. Me thonë realisht me një numër kaq banorëve dhe me një hapësirë jo as fort madhe, ondash që mos krijohen kaq shumë, por Gjakova ka meritu para Pejës dhe para Prizrenit dhe para Gjelanit dhe para Mitrovicës. Ka qenë çdo herë që ka vonë për Universitetin e Prishtinës, ka kuadro dhe mendoj që nuk ka hamendje që në Gjakovë ka qenë domosdoshme të krijohet një universitet. Edhe në Mitrovicë thonë se janë të lumtur me hapjen e universitetit, pavarësisht problemeve që mund të dalin. Komuna gjithsesi është e lidhur me këtë ngjarje, dhe komuna i ka kryer ato obligimet e veta që do dashur të kryejë për fillimin, po kryesisht për sigurimin e evakuacionit dhe punëve tjera për rreth që vijnë rreth evakuacionit sigurimi. Është në fillanishte një vend shumë i përshtatshëm.
Sipas ligjëruesit Nexhmedin Spahiu, Mitrovica duhet të ketë universitet sepse, sipas tij, në të kaluarën, 1/3 studentëve të Universitetit të Prishtinës dhe objekteve universitare kanë qenë në këtë qytet. Por Spahiu nuk pajtohet që universiteti të ndërtohet në lagjen Fidanishte, sepse kjo lagje, sipas tij, është shumë e bukur, por duhet të ndërtohet në një vend tjetër. Është caktuar në lagjen e cila është shfrytzuar si Fidanishte dhe ajo tokë nuk është prekur as edhe në kohën e Miloševićit. I është lënë ai dedikimi i cili ka qenë gjithherë. Në Gjilan, infrastruktura për hapjen e universitetit është e gatshme, së paku sipas kryetarit të kësaj komune, Qemal Mustafa. Përfundimisht si vjet është marrë vendimin në qeveri, është marrë vendimin në Kuvendin e Kosovës për themelimin e këtij universiteti dhe na jemi jashtëzakonisht mirënjohës vendimit të qeverisë, kryeministrit dhe deputetëve që kanë marrë një qendrim të tillë. Është duke u ndërtuar gjimnazi i ri, i cili është në përfundim e sipër. Me ministrin jemi zotuar që të përfundojë dhe të jetë i gatshëm për një shtator, në mënyrë që edhe gjimnazi të shkarkohet, sepse është një gjimnaz me 2700 nxënës aktualisht, është shumë i ngarkuar. Po edhe ta marrim shkollën e mjekësisë, janë 2 klasë të shkollës së mjekësisë që janë duke mësuar në aneksin aty të fakultetit, edhe ta zhvendosim në objektet e gjimnazit, në mënyrë që edhe bujqësia shkon në shkollën e re, sepse shkolla ka mbaruar, tash do të jetë inaugurimi mbas një dite. Pra shkolla e bujqësisë, shkolla e mjekësisë do të kenë dispozicion ikin prej objektit të fakultetit. Edhe do të jetë dispozicion. Të gjitha ato hapësina që sot janë aty në disponim të shkollës bujqësisë dhe të mjekësisë, do të jenë në disponim të fakultetit të Universitetit të Arshë.